Dobar ден, добро вечер на сите. Денеска заедно со Министерката за труд и социјална политика сме овде во општина Гостивар и на наша иницијатива благодарен сакам да сум на родителите на Амбља кои прифатија да присуствуваат на овој состанок. Случајот со Амбља мислам дека денеска е завршен и затворен, но сакам да биде еден од случаите каде што нашето општество ќе го зема како пример за многу добри други искуства понатака. Го кажувам ова работа заради тоа што образовниот систем е систем каде треба да се сите деца да се вклучуваат подеднакво во овој образовен систем. Сите треба да дадеме најголем придонес. Сите во овој образовен систем, сите услови да не се исти за сите. Сите да придонесуваме за децата како Амбља, да се деца кои се вклучени во истиот клас, да се деца кои се вклучени во истиот систем. Овие работи и многу други работи. Денеска дискутиравме со фамилијата на Амбља, дискутиравме исто така и со директорот и сите овие институции ќе се работуваат за понатака да имаме подобри искуства во овој случај. Så otišem këtu në komunën e Gostivarit, go bashkërisht me ministren për punë dhe politikë sociale, me drejtorin e shkollës fillore, me drejtoreshën e qendrës sociale. Këtu bashkëbiseduam për rastin konkret i cili kishte ndodhur në komunën e Gostivarit. Ne të gjithë rastin e Amblës duhet të marrim si rast të mirë dhe këtë rast të mirë të Amblës të cilën duhet ta marrim, të gjithë duhet kuptojmë se sistemi arsimor është ai sistem arsimor në cilin të gjithë fëmijët duhet jenë të përfshirë në mënyrë të barabartë. Të gjithë fëmijët të kenë mënyrën e barabartë për të edukuar dhe për të u shkëlluar në këtë sistem arsimor. Këto gjëra i bashkëbiseduam bashkë me drejtorin edhe bashkë me pjesëtarët tjerë të cilët ishin në takim dhe u dakorduam që nga këto bashkëpunime në periudhën e ardhshme kështu raste të mos ketë më tepër. Do ketë përgjegjësi ministër? Tash gjëja e parë e cila u realizua është qëllimi që Amblja u kthye në bankët e shkollës. Gjëra e dytë, se ne ju e dini vetë, jemi në ditën e dytë me një herë pas reagimit dhe ne sot kemi ardhur edhe për të komunikuar për këtë situatë. Jemi duke i parë nga afër të gjithë gjërat e cilat kanë ndodhur dhe më tutje do të shohim dhe do të japim atë deklaratë. Do kërkoni përgjegjësi? Më besoni sepse qëllimi im i rëndësishëm ka qenë që kthehet Amblja në shkollë. Dhe kjo është arritur. Ndërsa për çështjen e përgjegjësive, ka përgjegjësi të cilat mund të jenë të karakterit moral, por ka edhe përgjegjësi të cilat mund të jenë duke u vërtetuar nga dokumentat juridike të cilat duhet të verifikohen nëse ka pasur raste konkrete. Institucionet bashkëpunojnë, institucionet komunikojnë, mësimdhënësit, prindit e kështu me radhë. Janë shumë faktorë që duhet marrë.